Përshëndetje, sërish të këtë video ne do flasim për Gitin, do vazhdojmë me leksionet dhe me shpjegimet e funksionaliteteve të tjera të Gitit. Tashmë ne në videon e parë e pam në folderin detyra që kishim të ruajtur 3 fajlat të një kodi në PHP, praktikisht me llojin Dera, dhoma mister dhe llojin e zarave, ushtrimet të cilët janë zhvilluar dhe në klasë. Në videon e parë ne praktikisht pam se si mund t'i shkryojmë një repository lokalisht dhe se si shtuam të gjithë këto fajla në repositorin Git të instaluar në folderin detyra. Momentalisht terminali im është i lokalizuar në vendodhjen e fajlit ku janë të ruajtur këto foldera me një komandën pwd ne shohim që jemi në desktop tek fajli detyra dhe me një ls shohim të gjitha fajlat që janë të ruajtur në këtë folder. Tani, pjesa që vazhdon ne do shohim disa ndryshime që do psojnë këto fajla. Për shembull me git status, përpara se të bëjmë një ndryshim, ne shikojmë që fajlat tonë tashmë janë bërë commit dhe kanë kaluar pjesën e fazës së staging ose fazës së draftit dhe konsiderohen të përfunduar. Në qoftë se do bëjmë një git log, ne do shohim pak a shumë logët, disa ndërhyrje ose disa komite të cilët janë realizuar mbi këto fajla dhe kemi edhe emërtimet e këtyre komiteve. Atëherë, duke qenë se me git status ne shohim që fajlat tashmë janë të përfunduar, janë në një version përfundimtar, shohim se çfarë ndodh në qoftë se ne bëjmë ndryshime mbi këto fajla pasi këto kanë marrë commit. E supozojmë që hapim folderin me emrin misteri, dhoma mister. Dhe këtu kemi të gjithë kodin e këtij fajli dhe supozojmë që në këtë folder e supozojmë mirë se vini, do ndryshojmë, zgjidh një dera nuk hapet. Fillojmë dhe bëjmë korrigjimet sintaksore. Dera nuk hapet, dera e hapur dhe me ctrl+c i ruajmë këto ndryshime dhe tani shkojmë në terminalin tonë. Shikojmë një git status dhe shikojmë që tashmë ka një notifikim. Pasi ndryshimi është bërë dhe është ruajtur në failin mister, shikojmë që ka një modifikim të realizuar në failin mister. Tani, pasi ky modifikim është bërë, ne mund të bëjmë një git add, mund të shtojmë vetëm emrin e fajlit të modifikuar ose i shtojmë të gjithë fajlat me pikën në fund ose dhoma mister.php dhe më pas bëjmë një git commit, vendosim dhe një mesazh dhe shënojmë korrigjime gramatikore dhe e ekzekutojmë. Në qoftë se bëjmë një git status, ndryshon tashmë ai informacion që na jep terminali është që nuk kemi një fajl të modifikuar ose nuk kemi një fajl në statusin staging ose në statusin draft, por tashmë të gjithë fajlat janë commit ose janë në statusin e përfunduar. Në qoftë se ne bëjmë një git log, fajlin dhoma mister.php do të jemi shumë të saktë në shkrimin e emërtimit të fajlit, që do të jetë eksaktësisht i saktë dhe do të ketë dhe extensionin ose mbaresën që i përket, që në rastin tonë janë fajlat të ruajtur në PHP. Në qoftë se e zmallojmë pak terminalin, ne shikojmë disa nga komitet që kemi bërë mbi këtë fajl, që do të thotë kemi bërë komitin e parë, tregon datën dhe orën dhe gjithashtu tregon dhe komentin që ishte komiti im i parë. Më pas kemi bërë mbi këtë fajl, tregon datën dhe orën, personin që i ka realizuar, ka edhe një ID
dhe tregon që janë korrigjime gramatikore, që do të thotë janë shënime që mund të ndihmojnë qoftë programuesin i cili po ndërhyn në këtë program, por qoftë edhe programues të tjerë janë komente orientuese të cilët lahen zakonisht për të krijuar një ide se pse u ndryshua ose pse u bën një modifikim i caktuar i një fajli. Në qoftë se bëjmë një git log të përgjithshëm, ne na jep të gjitha komitet që janë kryer mbi këtë fajl dhe personat të cilët i kanë kryer në të gjithë fajlat e ruajtur në këtë folder dhe në të gjithë fajlat që tashmë janë shtuar në repositorin e instaluar në këtë folder dhe që janë shtuar për xhurmim përmes gitit. Tani, në pjesën tjetër që do shpjegojmë është pjesa e brancheve, t'i japim një clear. Neve deri tani kemi parë që të gjitha ndryshimet i kemi bërë në një branch main. Koncepti i branchit është pikërisht ambienti i punës ose degëzimi kryesor ose degëzimet e tjera. Supozojmë që gjatë kohës që hartojmë programin, ne dëshirojmë që disa ndryshime në program t'i realizojmë, t'i testojmë dhe në fund, pasi jemi bindur, ne këto ndryshime mund t'i shtojmë versionit përfundimtar. Kjo ndihmon programuesit që të jenë sa më eksperimental, por në të njëjtën kohë i ndihmon programuesit që programet e tyre të punojnë privatësisht dhe pastaj pa ndryshuar versionin e tyre kryesor, pasi ato janë bindur që ai është versioni i duhur, të mund t'ia shtojnë versionit të tyre përfundimtar. Prandaj krijohen branche, që do të thotë krijohet një degëzim nga ai kryesori dhe në atë degëzim ne vazhdojmë bëjmë modifikimet dhe më pas ja kalojmë degës kryesore. Git branch është një komandë që na tregon sa branche ose sa degë ne kemi. Në rastin tonë ne kemi vetëm degën master, që është dega kryesore. Në disa gite mund të jetë main, por ndodh shumë rrallë kryesisht është emri master. Për krijuar një degëzim të ri, neve përdorim komandën git branch test. Në qoftë se tani ne ekzekutojmë git branch, ne në fakt shohim që kemi dy branche, master dhe test. Me jeshile tregohet pikërisht branchi ku ne po punojmë, aktualisht është master. Në qoftë se ne dëshirojmë ta ndryshojmë, përdorim git switch test. Dhe në qoftë se bëjmë një git branch, ne shohim që testi është kaluar me jeshil, që do të thotë ky është branchi i ri joni, i cili është ambienti i ri i punës. Në qoftë se ne këtu bëjmë një git status, ne shohim që s'ka asgjë për commit, të gjitha janë të bëra commit. Në qoftë se ne dëshirojmë që të bëjmë një ndryshim ose një shtim ose një modifikim, ne mund të zgjedhim që të gjitha këto modifikime i realizojmë në branchin ton test, pasi vetë ne si programues jemi bindur që ai është versioni i duhur, ose në të njëjtën kohë na jep mundësi të eksperimentojmë me kodin ton, pasi kemi arritur në konkluzionin që ky është versioni jon përfundimtar, ne përmes git merge-it e kalojmë nga branchi test mund ta kalojmë në branchin master dhe në këtë mënyrë ne bëjmë të mundur transferimin e kodit ose atij pjesë e kodit që mendojmë që është i vlefshëm pa e humbur ose pa dëmtuar ose pa rrezikuar kodin kryesor. Të gjitha këto përdoren nga programuesit thjesht për të krijuar hapësira dhe për të krijuar mundësi që ato të mund të eksperimentojnë me kodin e tyre, mund të kenë hapësirën për të testuar dhe pa pas nevojë për të bërë ndërhyrje në kodin e tyre fillestar, mund të bëjnë përmes një branchi ndërhyrje ashtu siç e shpjegova dhe në fund pastaj bëjnë merge ose bashkimin e këtyre brancheve në momentin në cilën ato janë të bindur që ai është versioni i duhur. Në këtë video ka më shumë një shpjegim teorik dhe disa komanda bazike, por në videot në vazhdim unë do bëj të mundur edhe shpjegimin e komandave se si neve mund të bëjmë modifikime në test dhe pastaj mund t'i kalojmë në branch. Dhe më vonë në video do shpjegojmë dhe GitHub-in, të cilat është edhe pjesa e platformës ku mund të kalojmë kodet tona dhe përveç pjesës së xhurmimit ne kemi mundësi edhe pjesën e bashkëpunimit dhe krijimin e një rrethi më të gjerë bashkëpunëtorësh në pjesën e hartimit dhe ndërtimit të kodeve.